sërish bashkë, miq dashur, në pjesën e tretë të fundit të programit Vizioni I Pasdites. Do flasim tani për një temë të bukur, sepse ne femrat, sigurisht na pëlqen shumë të ndrojmë veshjet ditë pas dite, edhe për këtë mundohemi, lodhemi, sepse ndoshta nuk gjejmë të duhurat nëpër butik të ndryshëm në kryeqytet edhe jo vetëm, ndaj drejtohemi tek stilistët ose ndoshta ka edhe nga ato zonja që vazhdojnë akoma që ndrojmë besnike të një rroba qepse. Meqenëse ne do të flasim tani për një temë e cila ka lidhje me një aktivitet është organizuar të shtunën në kuadër të Tirana Fashion Academy, e cila ka rreth 10 vite që operon në tregun shqiptar dhe që nxjerr ata të rinj të cilët janë të talentuar, përfundojnë këtë shkollë 2 vjeçare dhe janë stilistët e ardhshëm shqiptar dhe që e meritojnë një duar pozitive patjetër. Ne në tuaj në studio kemi 3 prej tyre, po gjithashtu edhe profesorin I cili ka qenë I palodhur që nga iniciativa që ka ndërmarrë deri më sot. Mirëpres dhe kam në studio Elsida Pepa, stiliste, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Merci. Armida Jovani, një tjetër stiliste, sa mirë që e keni marrë këtë status, mirë se keni ardhur. Profesor Petrit Kaceli, modelist, mirë se keni ardhur, faleminderit. Dhe Kozeta Kuka, stiliste, mirë se keni ardhur, faleminderit. Profesor Petriti, ju keni qenë vetë ai që e keni themeluar këtë akademi mode apo jo në Shqipëri prej 10 vitesh tashmë. Por së fundmi keni vendosur që të hiqni dorë prej saj për t'ia lënë një tjetër pasardhësi. Pse kjo zgjedhje? U bë 10 vjet fiks. Do nga që me ardhen e demokracisë kam hapur aktivitetin tim jo si shkollë, po si konfeksione. Pastaj u dha shkollës. Gjatë 10 viteve kam dalë stilist modelist, sepse shkolla jo nuk ka qenë e ndarë në stilim dhe modelim. Kështu që tash u lodha pak se edhe mosha për më vetën, dhe do e lej një tjetër që besoj se edhe I do e qoj për para. Unë kam këto 2 gra dhe një vajzë në krahun tim, janë me shkollë të lartë, si njëra vajza ka marruar tekstilin, inxhinier tekstile, edhe për mod, njëkohësisht vazhdo dhe 2 vjetë shkollë tek shkolla jonë. Elsida ka shumë praktik, gjithashtu ka dhe shkollën e lartë. Kozeta ka shumë praktik, prap ka vazhduar shkollën, edhe kështu që perfeksionon në mënyrë të mrekullueshme. Po, shumë emra të njohur të modës të stilistëve shqiptar kanë dalë nga shkolla juaj. Si u bë që të ndjeni ky fakt, profesor? Po thuaj 80% janë të punësuar në ateljet e tyre, si në Shqipëri, në Itali, në Maqedoni, në Greqi, janë të shpërndarë, 80% kanë siguruar biznesin e tyre. Kështu që janë bërë edhe me emër, patjetër, kështu që edhe këto treje që kam këtu në akademi, edhe këto besoj se do të ecën shumë mirë. Do të urojmë shumë suksese, kështu që ato vetë do ta flasin sot pasi ndi që këto sfilata për të prezantuar koleksionet tuaja organizohen çdo 2 vite, pasi përfundoni shkollën edhe dilni nga studente në stiliste apo jo, Elsida. Keni përzgjedhur secila për jush nga një tematik të veçantë, kështu që dua koleksionin tënd cili ishte, ku konsistonte? Më përbënte më shumë ide tek veshjet e nusave. Ditën më të veçantë vajzave që ndrojnë gjithmonë dhe pak a shumë ishte përshtatur e gjithë koleksionin për veshje nusash. Pse bëre këtë zgjedhje? Nuk duket disi impenjative, e lodhshme, e vështirë? Ndoshta vetë mbrëmja atë natë donte diçka impenjative dhe të vështirë dhe na pëlqeu kjo zgjedhje. Sa kohë të desh që ta përfundojë koleksionin tënd? Për 4 muaj kemi punuar për të realizuar të gjithë vajzat koleksionin, secila. E qartë, që të veshjet I punoje nga fillimi deri në fund me duart e tua? Po, që te skicimi, gjithçka. Pastaj realizimi I veshjes, gjithçka. Armida, tematika jote, cila ishte? Tematika ime ishte bazuar në periudhën viktoriane, duke qenë se unë jam shumë e pasionuar rreth asaj epoke. Edhe unë faktikisht kam marrë element nga ajo periudhë dhe I kam risjell sipas versionit tim të përpunuara duke bashkangjitur domethënë edhe ngjyrat që unë mendoja se mund të ishin të përshtatshme për pranverë verë, do ta quaja. Pra, këto veshje të cilat ju I keni prezantuar në koleksionin tuaj në pasarel, jemi duke ndjekur ndërkohë edhe pamje nga sfilata e organizuar, nga ky event I organizuar të shtunën, pra, nga ju, po kanë qenë edhe studentë të tjerë të kësaj shkolle të modelingut shqiptar, mund t'i përshtasni edhe në përditshmëri, pra vajzat cilat I kanë pëlqyer veshjet mund t'i marrin si të tilla si modele për t'i përshtatur gjatë jetës së tyre normale. Veshjet e koleksionit tim do të thënë në evente paksa më shumë
speciale se sa në jetën e përditshme, duke qenë se janë paksa të thuash jo tamam të veshme për jetën e përditshme. Elsida, ky është nga koleksioni yt apo jo? Po. Ky modeli këtu. Po. E kuptova përderisa bëj fjalë për nuse, po shumë transparente kjo nusja. Kjo tjetra? Edhe kjo. Edhe kjo. Frymëzuar nga? Ka ndonjë ide nga e frymëzuar për këtë? Jo, ne kemi marrë detaje. Frymëzuar nga shumë modele dhe ide që kemi parë, kemi marrë detaje dhe kemi... Ishte stili Sirenet, në mos gabohem ai, apo jo? Ky tjetri? Edhe ky është pjesë e koleksionit. Ka që keni për të thënë vetëm që është pjesë e koleksionit, në gjë, në detaj që bën diferencën që është fashion për 2015-ën, se di, ju flisni me zhargonin tuaj, Gjanën, po... Po, normalisht ato janë fashion, sepse janë të sjellë në mënyrë moderne, kuptohet, sepse ka dhe dekolte, ka dhe pjesë transparente të dukshme të trupit, por ka dhe veshje normale që si që janë 2 veshjet e fundit. Okej. Vlen një ta pyetje edhe për Kozetën, na trego pak koleksionin tënd me pak fjalë. Për temën jam bazuar më tepër, më pëlqejnë ngjyrat e ftohta, edhe më tepër jam fokusuar tek ngjyrat e ftohta, te gria metalike, e Një ftohtë. në ekran se ndoshta shfaqet ndonjë veshje edhe ti na e tregon që po, kjo është e imja. Jo, nuk është kjo Okej, imja, akoma. kjo është e Lorit. Më tepër te ngjyrat e ftohta, te ngjyra metalike, lëkura e ndërthurur me copën e zezë, edhe kjo ndërthurje më ka bërë që në stilin e verës të sjell të ftohtën e dimrit, të ngjyrave të ftohta. I përshtatet më tepër femrave, të cilat kanë një lloj stili ekstravagant edhe ndryshe. Po, është edhe stili ekstravagant. Ekstravagant edhe ndryshe. Më pëlqen të dukem tek femrat, të dalloj linjat e ngushta edhe me detaje të theksuara të formave trupore. Profesor, puna juaj ku konsistonte, të paktën në kritikat që jepnit vajzave deri në përfundim të koleksionit të tyre? Të vajza, edhe gjitha që kanë kaluar. Pavarësisht talentit edhe punës që kanë bërë, është normale. Kanë patur fatin më të madh sepse stilist kanë patur Ardi Aslanin, kështu që kanë përfituar jashtëmase. Si që shef këto për të gjitha, të nën vajzat që kanë qenë 3 vite, të gjitha veshjet që shikoni i kanë bërë vetë. Pa ndihmë, unë nuk i kam ndihmuar qëllimisht të shikoj çfarë përgatitje kanë. Gjatë viteve, patjetër që kam punuar me këto, ka punuar inxhinier tekstilit, ka punuar marketingu, Ardi Aslani me stilimin. Dërgojmë përshëndetje Ardi Aslanit nga ekrani. Kam dhënë modelimin. Vajzat ishin entuziaste, normale, sepse është privilegj të punosh me një profesionist të tillë, ndër emrat më të mirë shqiptar në fushën e modës. Që vajzat kanë mësuar të presin, të qepën, të ideojnë, të gjitha janë punimet e vetë vajzave. Nuk është se shumë studente i që në përëpa qepsi. Jo, këto i kanë për të gjitha vetë. Ka fillimi deri në ekzekutim, deri në finalizimin e punës. Them që me njëherë këto mund të hapin edhe dyqanet, atelieret e vete, të sigur. Cila sa e vështirë është të bësh modë në Shqipëri? Mendoj që është shumë, sepse sot ke dhe shumë konkurencë, ke forma nga më të ndryshme që mund të konkurohet qoftë puna. Për profesionistë të cilët kanë një emër, që kanë vite në treg, që kanë klientët e tyre besnik, që dihet janë stilistët e personazheve publik edhe të njohur, pse do t'ju zgjedhin ju që jeni vajza të reja dhe nuk do zgjedhin një tjetër? Po, them është çështje shije pastaj. Normalisht, është çështje shije pastaj. Çfarë cilni ju ndryshe? Arminda, çfarë cilni ju ndryshe? Atëherë, unë përsa i përket inovacioneve në këtë fushë, gjithmonë marr elemente nga një burim i caktuar që mund më frymëzoj për momentin, ose marr detaje diku, bazohem diku, dhe i risjell ato gjithmonë në versionin tim, se si konceptojnë ato. Bashkangjitur edhe materialet që duhet të jenë tepër të përshtatshme në realizimin e asaj që unë do të risjell, bashkë me elementet. Mendon Kozeta, po të njëjtën pyetje do t'ja bëj edhe profesorit që ka një treg sot të afirmuar në Shqipëri për stilist, apo vazhdojnë akoma të preferohen rroba qepsit dhe kjo pak a shumë e zbe ato vlerën, se ka mjaftueshëm material, informacion, modele në internet. Unë e marr, shkoj te rroba qepsi e lagjes time e them të lutem a bëj kështu.
Jo, ka edhe njerëz që kërkojnë gjëra unike, gjëra që duan t'i veshin vetëm ata. Edhe kërkojnë një mendim nga stilisti që t'i skicojë dhe t'ja bëj vetëm unike vetëm për ata. Prandaj them që ka shumë, edhe këtu në Shqipëri ka shumë njerëz që kërkojnë gjëra unike, si në copë, si në prerje, si në stilim, si në të gjitha. Okej, profesor, a mund ta bëjmë pak ndarjen ku diferencon puna e një stilisti nga puna e një rrobaqepsi? Po, stilistët akoma nuk e kanë kushtet sot, sepse mbi të gjitha stilistët punën e tyre basojnë në idetë edhe në stofrat. Në copat, në tesutet domethënë që duhet se shkojnë në përsisën të veçanta. Stilisti është një profesion shumë i bukur, po stilist modelist ose modelist i thjesht, që është prestar, është ideator, është rrobaqepës, është sot për sot është dominant tek ne. Kozgjatja në dispozicion që të thot kush, cilin nga të dy e bën punën më shpejt. Normalisht që stilisti e zgjat më tepër, derisa të hyjë në psikologjinë e klientit, bëj diçka enkas për të, ta krijojë nga e para. Stilimi është diçka që është edhe talent, është edhe udhëtim, patjetër. Kurse njëkohësisht edhe modelimi, rrobaqepsia është një profesion që duhet ta duash, duhet ta dashosh me gjithë fuqinë e shpirtit, sepse është një art në vete. Unë jam në këtë moshë edhe nuk më është mërzitur profesioni. Prandaj këto kanë të dyja, siç thatë edhe ju, që shkoni tek rrobaqepsja ose modelisti më mirë në fjalën më të bukur, edhe i thoni e du kështu, e du ashtu. Kurse këto japin edhe mendimet e tyre, thonë jo, kjo nuk shkon me fytyrën tuaj, nuk shkon me trupin tuaj, kanë diapazon më të gjerë. Ku i bëni provat ju, Elsida, për shembull, tek vetja jote e bën provat më së shumti, çfarë shkon, çfarë nuk shkon, a do të jetë suksesshme apo jo, sepse ti stilon diçka për veshjen edhe për veten tënde, del në rrugë, komentohesh nga shoqet pozitivisht, edhe kështu je më tepër e motivuar apo jo? Provat e punës normalisht ne i bëjmë me manekin profesional që punohet, sepse tek vetja nuk e shikon asnjëherë. Po, ti japësh pak jetë robës, kjo është ideja veshjes. Tek vetja jo normalisht. Te vetja. A diskutim. Kombinime, Armina, të çuditshme për shembull, që thoni, okay, dali ku dali, po ta vesh një herë se ndoshta ka dhe nga ata që e pëlqejnë. Normalisht, pjesa më madhe e jona, do më thënë që merrem me këtë pjesë, me fushën e stilimit, ju pëlqen më tepër të guxojnë në një farë aspekti ose në një farë pikë në kombinime të ndryshme, në gjëra pak sa ndoshta abstrakte, do të shtoja, por që unë realisht tek vetja ime nuk e kam eksploruar, do më thënë, sepse duke qenë se jam shumë praktike në jetën e përditshme se sa mund të vishem fashion. Po s'ke marrë për shumë motrën në një shoqe si manekin, hajde pak këtu se ja, me një 2-3 gjilpëra do të bëj një veshje. Normalisht, është mëse e vërtet, e kam eksploruar, dhe më thënë. Pjesë e përditshmërisë. Më shumë unë praktikoj në skic pjesën e eksplorimit, mbi vendosjes së gjërave, pastaj, kur të pron koha, e realizoj edhe në manekin ose duke bërë provë shoqes. Se mua për shembull do më shkonte kur mendja Elsida që xhinset me këtë bluzën e bardhë me shkrimet zeza ta kombinoja me palë sandalet kuqe. Ty të ka shkuar mendja se je stiliste. Normalisht. Kjo është diferenca e madhe që bëjmë vajzat nga ne. Ke një stilist preferuar të huaj shqiptar që e merr si shembull, e ke si idhull? Të motivon në punën tënde? Idhull më pëlqen shumë Ardi Aslani, për mënyrën, për gjitha mënyrat të veshjes, është mish. Për stiliste njohur, ne kemi fat shumë të madh që kemi drejtore estetikë, edhe na kuron deri në detajin më të vogël, kështu që përshëndesim Ardi Aslanin, është njësh. Është njësh ta, në jargon, që ke Tiranë se më duket, po? Jo, jam nga Fieri. Mirë, Kozet, Ardi jep mësim në shkollën tuaj, në akademinë tuaj. Si është si pedagog, është i rrept, është kritik? është kritika aty ku duhet, po është shumë i mirë. Në qa sensi, që thot ju ndihmon shumë? Po, na ndihmon shumë, na jep detajet ku duhet të ndërhyjmë në trupat, në veshjet, si duhet të vizatojmë ato, të nxjerrim më në pa detajet e veshjeve tona. Është unik. Elsida, si është? Për ty është i rrept? Shumë. Ashtu si që duhet. Normalisht duhet shumë i rrep, se ndryshe nuk ecën dot përpara. Nuk të lodh deri në sensin që ja, këtë duhet ta çosh këtu? Jo, sepse është pjesë që duhet, edhe vërtet që na ka vlerë shumë.
se cilat janë tendencat e këtij viti, sepse në këtë bised ta japim me këtë informacion për gjithë publikum, se jo. Atëherë, tendencat e këtij viti, do më thënë të 2015-ës, synojnë larmin e ngjyrave, duke qenë se edhe unë në koleksionin tim për këtë motivacion kam risjell 3 kombinime ngjyrash, do më thënë jeshilen turkeze, një nuancë midis të kuqes dhe portokallis dhe mustardën. Këto janë 3 ngjyra që janë tepër në modë këtë periudhë, si në pranverë-verë, edhe në vitin 2015, do më thënë që synohet edhe për... Do të vazhdojnë edhe për vjeshdimrin. Në vazhdimëri. Po. Këzëta, me qëka tjetër, tek ngjyrat tekstili për 2015, çfarë mund të shtojnë? Më tepër ngjyrat pastel, më tepër që janë tani më në panë pasarel, po, rikthehet pasteli në këtë sezon. Është goxha i kërkuar edhe në veshjet e vajzave, goxha i kërkuar. Profesor, do ta mbyllim bashkë me një këshill që jep për të gjithë ata të rinj të cilët janë të apasionuar pas modës. Çfarë do t'i thoshe sot? Është unë i përthirë gjithë të rive që më dëgjojnë, që me qenë që është dhënë përparësi edhe shkollave profesionale, të mos i ndanë shkollës modës, shkollës për modelim, stilim. Këtyre vajzave suksesin më të madh, sepse kanë qenë tepër të vëmendshme, kanë qenë tepër korrekte, por të gjithëve i them, zgjidhni zanatin e stilim modelimi. Që ju përshtatet, në qoftë se ju e keni me pasion edhe e dini vetën që jeni talentuar, patjetër. Tirana ka shumë nevojë, pavarësisht edhe gjithë Shqipëria ka shumë nevojë për llogaqepse. Ju falenderoj shumë që ishte me mua, ishte kënaqësi vajza të qoftë me parë. Edhe shumë suksese në vazhdim për punën tuaj. Miq dashur, kanë kaluar titra të jetën në ndjenjë të programit edhe për sot. Faleminderit, meqense ishim tek Moda butikën e Net, që gjendet tek ETC në katin e parë që mundson veshjen time, dihet që ka veshje për të gjithë ju zonja, zonjusha, që të shkoni atje edhe të visheni në mënyrë të mrekullueshme sipas stilit tuaj. Ne bashkë takohemi nesër në orën 17:00, deri atëherë, kalofshi bukur.